Të dielën e 4 të kreshmeve, të krishterët ortodoks kremtojnë kujtimin e Shën Joanit Sianitit, autori i librit Shkalla. Ai jetoi rreth shekullit të 6. Një pjesë të jetës e kaloi në shkretirën që gjendet në malin Sina në Egjipt. Jetën ia dedikoi Perëndisë dhe përjetimit të besimit të krishterë. Me një formim të plotë shpirtëror e teologjik, shkruajti librin që e titulloi Shkalla, ku flet për virtytet që duhet të ketë një besimtar për t'u ngjitur drejt Perëndisë. Pika e parë dhe thelbësore e tij është pendimi. Pendimi është hapi i parë dhe fillestari i njohjes së njeriut. Kështu, ai që pendohet rizbulon dhe njeh gjendjen e tij shpirtërore, dobësitë dhe pikat e forta të tij dhe më pas pendimin e lidh me dashurinë që buron nga Perëndia. Pendimi dhe dashuria bashkohen në mënyrë të tillë që dashuria i jep kuptim pendimit dhe pendimi i jep zanafillën dashurisë. Shën Joani i Shkallës tregoi se tek njeriu gjenden të kundërtat, të cilat kanë dallim midis tyre, se virtytet pozitive janë pjesë e natyrës së njeriut, ndërsa veset dhe tmetat janë gjendje jo të natyrshme e tij dhe kështu njeriu duhet të gjejë të natyrshmen, e cila gjendet brenda tij, të cilën mund ta zbulojë dhe forcojë me hirin e Perëndisë. Pikërisht këtë synon dhe kjo periudhë e kreshmeve dhe gjithë jeta e njeriut si i krishterë. Kisha i fton besimtarët e saj këtë periudhë të kreshmeve që ka mbetur, që të largohen nga gjërat negative dhe të përpiqen të rriten shpirtërisht në shkallën e virtyteve, duke pasur si destinacion Pashkën e Madhe.